Përshëndetje miq, jemi këtu tek festat e librit në Ring tek libreria më e re e leximtarit. Sot ne do të rekomandojmë disa libra për lexuesit e vegjël. E nisim së pari me Kristali dhe interneti i çuditëmadh i Albanën Tipilekaj, një libër fantastik për të gjithë ata fëmijë të cilët do duhet të kuptojnë se mund të jetojnë edhe një jetë pa internet. Libri i dytë është libri një toksor në luftën mes planeteve i Anila Mullaj. Libër fantastiko shkencor të cilin lexuesit e vegjël me siguri e kanë pritur dhe do të kuriozojë shumë. Libri i tretë është libri të rregullit dhe prapsinjosën e Loreta Vasos, një libër me të vërtetë shumë intrigues për ata që duan të vazhdojnë intrigën dhe fantazinë me botën e mjaftueshëm. Libri i katërt është libri Se e përqeshin shoqet Mardinën, Solila Stragoshës. Libri i pestë është libri 22 lojëra i Majdina Lekës, një libër i cili i mëson të gjitha ata fëmijë që kanë harruar të ruajnë, apo qoftë edhe prindër dhe kopja 22 lojëra me të cilë secili mund ta bëjë më të bukur më të babit se dita. Dhe libri i fundit, libri Ana, vajza që kapi diellin, i Rovena Rozhanit. Miq, lexoni letërsi shqipe për fëmijë. Bota juaj do jetë më e bukur, më fantastike dhe më e kuptueshme. Këto libra i gjeni tek leximtari në Ring tek festat e librit. Ju mirëpresim.